Nxënësit e shkollës Arbëria në Bulqis kanë realizuar një projekt ku kanë kthyer energjinë e erës në elektricitet e po të njëjtën teknologji e kanë përdorur për detektimin e metalit. Qëllimi është që asnjë individ të mos marrë materiale metalike. Për të realizuar këtë projekt, nisi me evidentimin e problemeve që ishin më të pranishme në komunitet, por më së shumti në shkollën tonë, për shkak se ne duam që ta vazhdojmë këtë projekt nga shkolla, më pas edhe në komunitet. Fillimisht identifikuam disa probleme ose disa opsione si mund ta shfrytëzojmë për shembull në këtë rast turbinat e erës, si mund ta shfrytëzojmë energjinë e erës që është shumë e pranishme, si energji të rinovueshme për të furnizuar me elektricitet apo me energji të gjithë shkollën. Por gjithashtu kemi edhe disa probleme ose një përdorim tjetër i mikrobiteve, ku për shembull kemi përdorur për detektorin e metaleve. Kemi gjithashtu edhe një mikrobite të tjera të cilat janë më të thjeshta në përdorim, siç mund të jetë zilja e shkollës, siç mund të jetë drita LED që afishon logon e shkollës tonë e tjerë. Bashkëpunimi i ngushtë i tyre me mësuesit rrit shanset për punësim në fushat e energjisë dhe teknologjisë. Realizimin e gjithë projektit na është dashur rreth 2 javë kohë. Atë çka ne duam të përcjellim nëpërmjet këtij lloj projekti është ndërgjegjësimi, është qëndrueshmëria, është qetësia, siguria, pra por gjithashtu edhe ndërgjegjësimi mjedisor për sa i përket pjesës së nxënësve, pjesës së komunitetit, duke qenë se aty do të ushtrohet dhe aty do të shtojë rrënjët e tij. Sfida kombëtare e kodimit, organizuar nga programi Rrugë Alternative i British Council në Shqipëri, me mbështetjen e qeverisë britanike, është një kurorëzim i një përpjekje disa mujore për aftësimin e të rinjve dhe promovimin e talentit e krijimtarisë së nxënësve në veriun e Shqipërisë nëpërmjet ngritjes së klubeve të kodimit dhe trajnimit të mësuesve dhe nxënësve për përdorimin e pajisjeve mikrobit.